Shkencëtarët besojnë se shtresa e ozonit është drejt rigjenerimit. Sipas një grupi prej 300 kërkuesish në të gjithë botën, të cilët hartuan një raport për OKB-n, kjo shtresë gazi në atmosferë do të trashet në 10 vjeçarët e ardhshëm. Shkak për këtë është veprimi i bashkërenduar ndërkombëtar për parandalimin e emetimit të lëndëve të dëmshme që e hollojnë ozonin. Ozoni është një shtresë e brisht gazi i përbërë nga oksigjeni 3 atomik që gjendet në stratosferë. Ai shërben për mbrojtjen e tokës nga rrezet ultraviolet të diellit që janë të dëmshme për njerëzit. Sipas dokumentit, si pasojë e përmirësimeve që do të ndodhin deri në vitin 2030, do të parandalohen deri në 2 milion raste të kancerit të lëkurës, ndërkohë që do të shmangen dëmtimet të syve, sistemit imunitar të njerëzve, si dhe do të mbrohet jeta e egër dhe bimësia. Besohet se ndalimi i emetimit të lëndëve të dëmshme në atmosferë do të ndikojë edhe në paksimin e ngrohjes globale.